Vllazër besimtar, i agjerus, të respektuar dhe të nderuar, kam kënaqësinë që takomi edhe këtë diele të mbajmë një ligjërat, një ders, i cili synon që të na zbut zemrat tona, të na zbut shpirtin ton, të na afron më shumti me Allahun fuqiplot përmes veprave tona, ibadetit ton edhe punëve tona. Nuk ka dyshim se këto ligjëratat e Ramazanit kanë dallim prej muajve të tjerë, nga se jemi një muaj të shenjtë edhe të bekuar dhe ku besimtarët duhet t'i kenë zemrat e tyre sa më të lehta, sa më të buta, sa më të këndshme. Po ashtu edhe shpirti i tyre duhet të shkarkohet sa më shumë prej gjitha atyre gabimeve apo mëkateve apo gjunaheve të cilat i ka akumulu gjatë 11 muajve të tjerë. Dhe ky muaj synon që ne na qet prej këtij muaji të pastërt, të afërt dhe të falur tek Allahu fuqiplot. Tema e sotit ka të bëjë me përkujtimin, madhërimin e Allahu xhaleshanuhu. Çfarë roli ka edhe pse ne vazhdimisht bëjmë ibadet, falmi namaz, mandej falmi edhe nafile namaz, mandej jemi pe atyre të cilët kudo që t'jemi bim shahadet. Mirë po, ki adhurimi Allahu xhaleshanu, jashtë asaj që është detyrim, përkujtimi Allahut, përmendja e tij, madhrimi i tij jashtë namazit dhe jashtë detyrimeve e ka një rol të veçantë tek Allahu xhaleshanuhu. Edhe ka një shpërblim të veçantë edhe të madh kapital tek Allahu xhaleshanuhu. Ne këtu kemi zgjedh disa ajete, edhe hadithet pejgamberit alayhis salam, që janë argument për dhikrin apo përmendjen e Allahu xhaleshanuhu. Çdo sen që flasim në fenë tonë duhet me qenë argumentume, o me Kur'an, fjalë të Allahut fuqiplot, o me hadithe, fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kuptohet vëllazër, synimi besimtarit është me fitu xhenetin. Por për me fitu xhenetin, ne këto vepra që i bëjmë, edhe këto punë që i bëjmë kanë për mumat. Është një ditë, është një moment që Allahu xhaleshanu e ka caktue el mizan, peshojen e tij. Çka është peshoja e tij? Kurani thot: "Wal waznu yawma idhinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum." Atë ditë do të vendosmi një pesho të drejtë. Pesho që nuk lëhatët as djatas as majtas, edhe nuk jaman krahun as kujt. El haq, është e drejt, është e vërtet. Edhe kanë mu peshu vepra tona. Femen thakulet me vazinuhu, ati që i rëndohet peshoja me veprat mira, ulaike humul muflihun, ata ko kanë të shpëtuarit. Kujt i rëndohet peshoja ti, mizani ti, themine kandari ti, me vepra të mira, a i thot është prej shpëtumve. Femen khaffet me vazinuhu, fe ulaike alladhina khasiru anfusahum. E kujt po ju letësoj ka peshoja me vepra të mira, a i ka prej atyre që i ka bon padrejtësive të vetës vetë, edhe ka prej të dështumve. Synimi jo në vëllazër që me dhikrën, përmendjen e Allahu xhaleshanu, ne ta fuqizojmë peshojen tonë, ne ta mbushmi peshojen tonë, ne të jetë peshoja jonë e randë me vepra jashta veprave të bamirësijës, jashta veprave humane, jashta veprave të trupit, të gjymtyrëve tonë, është edhe një vepër e cila vjen drejt për së drejti nga gjuha jonë, nga përkujtimi jonë, nga madhrimi jonë ndaj Allahut fuqiplot. Andaj Kurani tha: "Elem ya'ni lil ladhina an takhsha qulubuhum
min dhikrillah. As ka arë momenti, tash, as është momenti që ju duke përkujtu Allahun me kultivu frikë ndaj Zotit, me zbut zemrat e juve. Do thot, është një moment tash, ibadet 4 anë, madhrim të Allahut sa dush, falje, namaz, do thot respekt, frikë respekt ndaj Allahut, gjithë shka i kemi, dhe tash është momenti, thot, që ju zemrat e juve t'ju zbutën edhe t'ken frikë ndaj Allahut fuqiplot. Është interesant kja jetë, vllazër. Ka qenë një prej personave që më vonë bot djetar shumë i madh në Islam, Fudail ibn Iyad, thot, para se më kon djetar, para se me kap librin, rrugën e dijes, studimin, leximin, thot, ka qenë një hajdut i madh. E kish pa zanat me vjedh. Edhe thot, skalon, thot, shpi, thot, pa hi për mjavlia dhe me vjedh, në atë kohë. Kështu tregohet ngjarja e tij. Edhe thot, njëherë, thot, hin, thot, me një shtëpi, edhe thot, e dëgjon këtë ajetin e Kur'anit. As ka arë momenti, as ka arë koha, që mi u kthi Zotit. Edhe me na uzbut zemrat, edhe me pas frikë Zotin. Tha, kur e dëgjon këtë ajet, thot, tap ndalet. Edhe thot, ja Fudail, o Fudail, thot, ka arë momenti që ti milon këto kriminale, këto vjedhje, këto hajdutllike, këto gjonat këshia, ka arë, thot, momenti milon. Edhe thot, prej atij ajetit kuranor, thot, kthehet mbrapa, edhe ja fillon gradualisht mu mor me dije, mu mor me lexim, mu mor me dietar, mu mor me libra. Edhe mandej bëhet prej dietarëve më të mëdhej, do thot që ka pas jurisprudenca islame, fiqh islam, Fudail ibn Iyad. Edhe tash fetfat e tij mirën me të madhe. Prononcimet e tij, deklaratat e tij sot kanë pesh, pse ka ardhur momenti që u kthi ka Allahu xhaleshanuhu. Dhe kjo ajet vlen për të gjithë ne vllazër, që ne në një moment njëri t'i thot vetes vet, o filan, stop mo për këtëre gjonave. Kthehu se ajo që ka shku e shumëta, dhe kjo që ka mbet e pakta, dhe kjo që është e pakta spako të bëjmë vepra të mira që Allahu xhaleshanu të jetë i kënaqur me neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dhikrin e Allahut, për kujtimin e tij, përpas ajeteve të Kuranit që tha ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju besimtar, kujtoni Allahun shpesh dhe pa e nda. Kujtoni Allahun shpesh dhe pa e nda. Sa ma shumë të kujtohet Allahu, aq ma të përpikt jemi, aq ma devotshëm jemi, aq ma të pastërt jemi. Nuk i lajmë vend shejtanit me fut vezvesën trupin ton, me fut cytje në shpirtin ton, me fut hamendje dhe dyshime, kur ne e përmend me Allahun xhaleshanuhu kudo që t'jemi. Se çfarë vlerë dhe peshë ka vllazër, ne tregon hadithi pejgamberit alayhis salam, i cili thot kështu: Men qala la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 marra fi yawm كأنه اعتق 10 رقاب من ولد بني إسماعيل وحط له 100 سيئة وخزن له 100 حسنة وكان خزر من الشيطان في يومه هذا. Shqeqen e vllazër, pejgamberi selam tha, kushdo që e thot këtë fjalë, që e lexojnë për çdo ditë, edhe muezinat, edhe ne, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika, nuk ka zot tjetër pos Allahut që meriton me i bo ibadet edhe adhurim. Lehul mulku wa lehul hamdu, ati takon pushteti, sundimi, gjyqi, çdo sen i takon ati, dhe ati takon falenderimi. Ai është i vetëm i denjë për me falenderue, thot e ka shpërblimin atë ditë, thot që e thot ai person 100 herë që të dua, 100 herë brenda ditës, e thot e ka shpërblimin sukur me lirue 10 rob.
10 rob nga e kalura, nga thot bitë e Ismailit. Do thot aq pesh të madhe paha me thon këtë dua vllazër, ditën e Kiametit. Kjo dua paha me qenën ti e pa shpërblimin e madh sa 10 rob me lirue. Ne nashta nuk mundna me para mendu sa është pesha e një robet me liru, po me liru në atë kohë një rob është dasht me qitë pasurit majme, për me adhëru lirien, ata që kanë qenë rob, qoftë për mes luftës, qoftë që i kanë robruhe, për me lirue, për shembull Ebu Bekri kër e ka liru Bilalin, radiallahu anhu, ka dhonë pasurit majme për me lirue. Tash, llogaritë dikush me liru 10 persona që janë burg, ata janë pendu mo për veprave të veta, për asaj onës kriminale që kanë bënë, qoftë vrasje, qoftë vjedhje, qoftë diçka, ata janë pendu vllazër, dihet që janë pendu. E tash me pas dikush me i liru ata, nëse është pyetje me pare, sa kushton? Ajo kushton shumë shtrenjtë. Po çfarë shpërblimi pa besimtarit që pe theka këtë fjalën la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, që për çdo ditë ne përsërismi e pa shpërblimin sa me i liru 10 rob thot ditën e Kiametit. Do thot vllazër, fjalë që i përsërishmi shpesh, i themi shpesh, gjuha i thot, zemra i ndihen, shpirti i përjeton, kreta këto nuk kanë fjalë të lehta, po panë peshë te Allahu xhaleshanu, andaj ne insistojmë shpesh tek trit edhe tek trejat që ti mësojnë këtë dua dhe këtë lutje, se këto janë dobinë e tyre ditën e Kiametit. Mandej kush e thot këtë dua 100 herë brenda ditës, thot khuzin lehu 100 hasene. Ai thot i ka të garantuar 100 shpërblime. Pas 10 rob që ka shpërblimin e 10 robëve, i ka të garantuar edhe 100 shpërblime për këtë dua që e thot, për këtë lutje. Mandej thot hutat lehu 100 seje. Ai person që e thot këtë dua i largohen 100 gabime, ose 100 mëkate i shlihen për këtë dua që e thot. Vllazër, do thot veç shkojnë të ushtu të mirat. Do thot përfiton 100 të mira, i largon 100 këshia, mandej thot është garancion i asaj dite për besimtarin nga shejtani. Në momentin që e thu këtë dua, e thu me gjuhë edhe e thu me zemër, ti e ki garancion se shejtani nuk mundet me ndikue në fjalët e tuja, nuk mundet me ndikue në punët e tuja, në jetët e tuja, në aksionet e tuja, gjithçka çka ban, shejtani nuk ka vend se ti qysh herët e ke largu përmes kësaj duaje apo përmes kësaj thonje. Mandej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ditën e Kiametit, la yati bi afdal min hadha illa man zad alejk. Tha, nuk ka me arë kush me dhe një vepër më të madhe se saj që vjen me këtë dua edhe me këtë lutje. Përveç ati i cili shton. Ne tham kush i thot 100 herë, do thot e përmend këtë dua dhe këtë lutje. Dikush mundet 150, dikush 200, dikush do shta edhe ma tepër. A i thot ja te i kalon. Po ne nëse e marrëmi, sa merë kohë kjo dua vllazër? Sa merë, sa minuta i merë, për me thonë 100 herë, la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kjo nuk merë ma shumë se 20 minuta. Për 20 minuta me i da besimtari, mbrena ditës, edhe me thonë këtë dua, edhe me fitu këto shpërblimet më dha, ditën e Kiametit, kur kanë me na u peshu veprat e tona, atër vllazër, ja vlen për me rezervu një kod veçantë vetëm me përkujtu Allahun xhaleshanu përmes kësaj lutje apo përmes kësaj duaje. Se çfarë rëndësi këto fjalë, pejgamberi alayhis salam tha, afdalu dhikri la ilaha illa Allah wa afdalu dua elhamdulillah. Tha, përkujtimi më i mirë që e bëjmë ne Allahut fuqiplot është me thonë fjallën la ilaha illa Allah. Nuk ka zot tjetër pos Allahut i cili meriton ibadet edhe adhurim. Veç me thonë këtë fjallë, thot efdalu dhikri, është dhikri, përkujtimi përmendja më e lartë,
më superiore që mundet me bo besimtari vetëm me thonë fjallën La ilahe illa Allah. U efdalu dua dhe duaja ma e vlefshme është ai i cili thot Elhamdulillah. Tash vëllazër, kemi këto rastin e Ibrahimit a.s. Shiqoni, ne kemi 5 pejgamber që kanë qenë më të zgjedhurit. Ka qenë Nuhi a.s., ka qenë Ibrahimi a.s., ka qenë Musa a.s., Isa a.s., edhe Muhamedi a.s. Ta ka qenë ulul azmi min ar-rusul, pejgamberët që kanë qenë më të zgjedhur, më të afërt te Zoti për shkak që sprova kanë pas shumë vëllazër. Sprovat i kanë pas të hatashme. Pe Nuhit a.s., mos bindje djalit vet, tufani, dënimi madh për popujt. Mandej Ibrahimi a.s. gjujtja e tij në zarm për mu djegën, problemin me babën e vet që si ka besue. Do thotë shumë sprova trona kanë pas ta pejgamber edhe i ka qujt ulul azmi. Do thotë pejgambert e zgjedhur për shkak të sprovave të mëdha. Dhe lejlen usrje e nebiu sallallahu alaihi wasallam, lejlet el Isra wal Mi'raj, lëqia Ibrahim a.s. Pejgamberi a.s., Muhamedi a.s., në natën e Isras dhe të Mirajit, kur është ngrit në qiell, ka taku se cilin pejgamber. Dhe në mesin atyre pejgamberëve e ka takue edhe Ibrahimin a.s. Se cili kanë pas një lloj bisede, kanë pas një lloj konsulte me se cilin pejgamber. Allah ja ka mundësu ashtu. Andaj ne do të thotë natën e Isras edhe të Mirajit, i dim që janë prej natëve të mëdha, për arsye se pejgamberi selam përveç asaj që është ngrit lart në qiell, edhe u ka bë farz namazi, ka bisedu me pejgamberët. E në mesin e tyre ka qenë Ibrahimi a.s. U taku në qiellin e 7. Në qiellin e 7, qiellin më të lartë vëllazër. Mas qiellit 7 veç vend xheneti. Ashtu është vëllazër, qiellit janë pal, mas qiellit 7 është xheneti. Po sa është xheneti, thot vetëm gjërësia e tij përfshin qiellin dhe tokën. A ka kush që e mat qiellin dhe tokën? S'ka kush që e mat. Asnjë qiell nuk mund të matën, e le mot matën 7 qiell. Do thot është një hapësirë kolosale e madhe e xhenetit, saqë nuk mund përshkruhet me diametër apo me mat me diçka. Dhe e takon Ibrahimin a.s. Thot në qiellin e 7. Ibrahimi a.s. thot kane musneden ala Beti Ma'mur. Ishte i pështetër të Beti Ma'mur. Beti Ma'mur është një qabe në qiell që është në pikën e njëjtë me qabën që është në tokë. Dhe ajo është për banorët e qiellit. Ajo është për melaçet. Ati për çdo ditë bëjnë melaçet tavaf. Yatufune 70,000 min al-malaike. 70,000 melaçe hinë edhe kur mo nuk e përsëritin. Ashtë kjo, aq numri i madh që ka i melaçev, 70,000 bëjnë tavaf një herë edhe mo nuk kthehen kur. Vjen 70,000 tjetër, vjen 70,000 tjetër, pa ndërprej aq që ka numri i madh i melaçev. Edhe Ibrahimi a.s. ishte tek Betil Ma'mur në qiell i pështetur. Edhe u taku me pejgamberin a.s. edhe për i thot: Ja Ibn Salih, ja Nebiu Salih, tha o ti djalë fisnik, o ti pejgamber fisnik, se ka qenë më i vjetër Ibrahimi a.s. edhe kanë jetu më gjatë vëllazër. Ne për ta vërtet jemi fëmijë, jemi shumë të vegjël, se ata kanë jetu jetë të gjatë me sheku i kanë jetuar. Edhe i thot pejgamberit a.s. o ti djalë fisnik, o ti pejgamber fisnik, thot: Iqra ummetek minni es-selam. Thot, përshëndet e metin tanë, qoj selam për Ibrahimit. Shishani vëllazër, na ka bo selam neve, prej Muhamedit a.s. E deri sa të ekziston kjo botë, e kemi një përshëndetje të madhe prej kujt? Për Ibrahimit a.s. Pejgamberi i dytë me rëndësi, mas Muhamedit a.s. ka qenë Ibrahimi. E ai tha, bani selam kërejt i metit tanë. Do thot, kjo është vëllazër një lloj sihariçi, kjo është një lloj gëzimi, kjo është një lloj me pat vjetën të privilegjum, dikush me çu selam. Ne dikush me taku në rrugë me thon filonit ka bo selam, gëzohesh të vjen mirë. Po kush po të ban selam? Khalilu Rahman, miku i Allahu xhaleshanu Ibrahim a.s. dhe mandej po vazhdon. Wa akhbirhum.
thot edhe informoj tha imetin tanë, tregoj imetit tanë, innel gjennete turbe tajjibe, tha tregoj se xheneti është një vend i këndshëm, i bukur që nuk mund përshkruhet. Tregoj imetit tanë se çfarë është puna e xhenetit. Wa udhbatul ma, edhe ka ujra të kthjellët si loti, edhe ujra që ta qetësojnë shpirtin edhe zemrën edhe të kënaqen. Wa akhbirhum enha qayan, mirë po, përveç atij xhenetit që ka atë tokë aq të mirë, edhe aq të këndshme, edhe aq të qetë, edhe të pushueshme, tha është tha edhe një pjesë tjetër qayan, që është ta shkretir. Është shkretir, s'ka kur gjonta. S'ka e shkretira që e shef, që nuk e shef syre se e ka fundin, aq e madhe është, edhe aq e rrafshtët është, sa që thët është e thatë, qayan, s'ka as pem, as gjanë në ta. O girasuha, mirë po tha, ajo tokë, tha ajo mbjellet. Edhe ka mu mbjellë, të regoj tha imetit tanë, sa ajo tokë tha mbjellet. Me qka mbjellet, tha bi qauli subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Tha të mbjellrat e asaj toke të thatë edhe që janë shkretir në xhenet, tha e mbjellni ju, kur e thëni fjalën subhanallah. Në momentin që ti e thu këtë fjalë subhanallah, automatikisht e mbjell një pemë xhenet vëllazër. Ajo është vend i madh që nuk parashikohet sa është. Dhe ti me fjalën subhanallah, kur e thun tokë, edhe e thu kudo që t'jesh, ti e ke mbjell me njëherë një pemë, edhe e ke largu atë shkretir, edhe e ke bën një lloj pemishte. Mandej ku tush fjalën elhamdulillah. Fjalën elhamdulillah, që i thot falënderimi takon vetëm Allahut. Ti automatikisht e ke mbjell një pemë tjetër aty në atë vendin që është në xhenet, i rezervuar për me mbjell besimtarët edhe njerëzit. Kur ta thush fjalën la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar tjetër pos Allahut, automatikisht e mbjell ti një pemë xhenet. Kur ta thush fjalën Allahu Ekber, automatikisht ti e mbjell një pemë tjetër në xhenet, dhe kështu që ti e ban një fidanishte, e ban një kopsht. Pra ta ne shpesh lutmi, o Zot, na strehon kopshtet e tuja. Ato kopshte që ne i mbjellmi, me dhikrin ton, me përkujtimin ton, me fjalët e tona, ne i mbjellmi në xhenet, edhe i kemi garantum kur të kthehemi tek Allahu fuqiplot. Vllazër, këta janë punë të mëdha. Çdo herë besimtari që shkon në sejdë i shkon në katët e veta. Çdo herë që shkon në ruku i shkon në katët e veta. Po pse i shkon? Se e përmend Allahun, e përkujton Allahun. Ne nuk rrimi si themi me netën si stupsa, po ne rrimi në kam, lexojmë, bim në ruku, madhrejmë Allahun xheleshanu, shkojmë në sejdë, madhrejmë Allahun xheleshanu, dhe kështu që besimtari shkunet prej gjitha mëkateve dhe gjunaheve që ka mujt me i pasën. Vllazër besimtar, sahabët e pejgamberit alayhis salam, atë shumë e kanë përcjell pejgamberin alayhis salam, edhe janë mundu me imitue, edhe mi përngjasue, edhe në ecje, edhe në të folur, edhe në të lexuar, edhe në qëndrim namaz, edhe në marrje të abdesit, edhe në ligjerata, edhe në kuvende, janë mundu me imitu. Pse? Kur e kanë kuptu ajetin e Kuranit që thot, kul, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Nëse ju e doni Allahun, më pasoni mua. Nëse ju keni shpreh dashurinë ndaj krijuesit juve, Allahut fuqiplot, që u ka dhënë gratis ajrin, ujin, shëndetin dhe shumë punë tjera, atëherë thot më pasoni mua. Dhe sahabët kur e kuptuan këtë ajet Kur'anit, u mundojshin pejgamberin alayhis salam me emitue në gjitha sferat e jetës, në gjitha qëndrimet e tij. Dhe tash na vjen prezant këtu një sahabi, Ebi Malik el-Ashariu, ka qenë një sahabi pejgamberit alayhis salam, i cili shkon tek sahabët, i grumullon. Edhe thot, ju lutna me ma pru, thot, një gjigim me ujë, edhe mi ju tregu juve se qysh ka mor abdes pejgamberi alayhis salam. Ata abdesin e kanë ditë, ata kanë fal namaz, kanë mor abdes, i kanë ditë të gjonat pastërtijes. Mirë po ky,
po dëm ja u tregu çdo detaj, çdo imësi, çish o kon pejgamberi sa në avdes, çish kanë ti krusur, çish e ka la ftyrën, çish ka la krah, çish i ka dhënë mes, dëm me tregu detale. Thot, Berna thotë t'ju tregoj, kujt mi tregu shokët pejgamberit alayhis salam që këtë kishin pa, këtë kishin jetue, këtë kishin dëshmu pejgamberi alayhis salam. Edhe ju tregon se çish ka marrë abdes. Mase që ju tregon, thot kështone, an Ebi Malik el-Ash'ari, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان إلى آخر الحديث. Po ju tregoj, tha, çka ka thonë pejgamberi alayhis salam. At-tuhur shatrul iman. Pastërtia, tha, është gjysma e imanit. Me qenë të pastërt fizikisht, edhe me qenë të pastërt shpirtërisht, tha, është gjysma e imanit. Kërejt punët e tjera janë gjysma, a veç me rujt pastërtien fizike, edhe pastërtien shpirtërore, tha, kjo është gjysma e fejes. Edhe vazhdoj. Tha, walhamdulillahi temleu l-mizan. Ai i cili tha, e kam dëgju pejgamberin alayhis salam duke thonë, ai i cili e thot fjalën elhamdulillah, e falenderon Allahun xhaleshanuhu, e mush peshojen e vet ditën e kiametit. Ajetin që tham, peshoja ka nevojë mu mbushën. Mizani, kandari jon. Dhe kush pe mbushka? Pe mbushka që ke fjala elhamdulillah, kur del nga shpirti, del nga gjoksi, edhe përcjell gjua ashtu që duhet, kjo fjalë po ta mush ka peshojen ditën e kiametit, që ti me të rëndu me vepra të mira, edhe me qenë prej të shpëtumve. Që qëni vllazër, çfarë rahmeti Allahut, çfarë mëshire për neve, me një fjalë që e themi ne, elhamdulillah, falenderimi i takon Allahut. O Allah, vetëm ti i den për këtë fjalë, edhe për këtë falenderim, ti po të mbush ka peshoja me vepra të mira, ku kanë me të mungu shumë vepra ditën e kiametit. Fjala elhamdulillah, vllazër, e ka kuptimin çdo sen që shprehet me gjuhë. A ki interes, apo nuk i interes, a ki dobi, apo nuk i dobi. Momentin që e thu fjalën elhamdulillah, kjo është fjalë me pesh edhe ka vlerë te Allahu xhaleshanuhu. Ndërsa e kemi edhe fjalën tjetër falenderim, që është e shukr. Elhamdulillah, ra'su kulli shukrin. Ma shakara Allahu abdun la yahmidu. Thot, koka e shkyrit, koka e shukrit, është me thonë elhamdulillah. Personi që nuk thot elhamdulillah, nuk ja ka ditë shqyqirin Allahut për të mirat që ja ka dhonë. Andaj thot, thuni elhamdulillah, elhamdulillah, emanun ala zevali njame. A i cili e thot fjalën elhamdulillah, e ka të sigurum që begatia e ti mës mi humbë. E mira e ti mës mi humbën. Ka të mira, ka begati, ka gjona që i ka dhëru Allahu xhaleshanu, dhe në momentin që ti thue elhamdulillah, atëherë ti e ke siguru që atë mirë që ta ka dhënë Allahu xhaleshanu. Qoftë ka shëndeti, qoftë ka pasuria, qoftë ka fëmijë, qoftë ka gjithçka, ku thush ti elhamdulillah, i ki të sigurt të gjona që i ki përpara teje. Andaj pejgamberi alayhis salam tha, ndërsa shukri shprehet me gjymtyr të vllazër. Shukri, shqyqirin me adit Allahun, e shprej me gjymtyr, e shprej edhe me dorë, e shprej edhe me sy, e shprej edhe me vesh, e shprej edhe me kom. Do thot, shqyqiri është me gjymtyr, ndërsa hamdi, falenderimi i Allahut është me shprej me gojë. Mandej vazhdoj duke thonë, subhanallahi walhamdulillahi temleu e temleani ma bene semavati wal ard. Kush e thot fjalën subhanallah, që nuk kupton i pastërt është Allahu xhaleshanuhu, nga çdo emet, nga çdo behane, vetëm ai është i përkrym, vetëm ai është superior, vetëm ai meriton çdo sen. Kush e thot fjalën subhanallah, po e mbush ka hapësirën mes qetit dhe tokës.
Fjala subhanallah, walhamdulillah, këto dyja, thot, nëse e thu vetëm subhanallah, thot, në një version, e mbush hapësirën mes qiellit dhe tokës. Versionin tjetër thot, kush e thot fjalën subhanallah, walhamdulillah, çto dyja së bashku, e mbushin hapësirën mes qiellit dhe tokës. Mizani vëllazër është më i madh se qielli dhe toka. Ne përshkojmë te Allahu me këto fjalë të mëdha, me këtë falënderim, me këtë madhërim, edhe pe mushi peshojën tonë. Po peshoja, pe shumë gjanave që ka me matë veprat tona. Edhe peshoja, mizani e tregon kvalitetin e veprës. E keni pa, ne kena peshojën këtë dunja, po të qitë qka daj nuk e di qka e të matë. A i të matë ari, apo argjent, a i të matë hekër, a bakër, a diçka tjetër, a i nuk e di qka e të matën. A të peshoja Allahit është tjetër. Ajo ka me matë edhe të regon se qëfar vepra është, sa është e rëndë, sa është kvalitet, se ka cilësinë e vetë, se ka sasinë e vetë. E kur po matë kanë veprat, ne po pas kemi nevojë për që të dhikrin e Allahut. Se kjo po na e mosh ka mizanin, se shumë vepra po fluturoj kanë. Shumë veprat po up kanë, po bëj kanë plumë dhe hi, se nuk e kena pas një jetën e sinqertë. Nuk e kena pas jetën për Allah, nuk e kena bon vetëm për i Zotë Zotit. E kur po hup kanë veprat e tjera, atëherë po ve ka fjala subhanallah, walhamdulillah, edhe pe mushka peshojën tonë ditën e kiametit. Vëllazër, ne jemi të privilegjuar me këto fjalë që i ka zbrit Kur'ani e që i ka cek pejgamberi selam që t'jenë dobin tonë edhe t'jenë në interesin tonë në ditën e kiametit. Si përfundim vëllazër, për të regoj edhe një rast tjetër, një sahabi, Hudhejf ibn Yaman, ka qenë sahabi pejgamberit alayhis salam, thot isha njëherë duke falë namaz nafile në xhami. Thot hinja edhe po fali namaz nafile. Edhe pas meje, thot pe dëgjoj një zan, i cili thot pe falënderon Allahun xheleshanuhu. Dhe prej shumë gjana thot po dëgjoj, Allahumma lekel hamd kullu, wa lekel mulk kullu, biyadika al-khair kullu, wa ilayka yarji'u al-amru kullu, alaniyatan wa sirra. Tha pendëgjoj thot një zan, i cili duke thonë, o Zot, vetëm ti të takon falënderimi. O Zot, mirësit janë në duart e tuja. Qoft ato mirësit cilet janë të hapta, qoft ato mirësit të cilet janë të fsheta, krejta takon vetëm ti. Walehul mulk, edhe ti takon pushteti, edhe ti takon gjykimi, edhe ti takon sundimi. Mandej, thot pe dëgjej duke thonë, Allahumma gfirli, magfiratun min indek. O Zot, mi fal gjunat e mia, më fal mëkatet e mia, warhamni, edhe më mëshiro mua. Pe dëgjej thot këto fjalë thonë duke u fal. Edhe dhash selam. Kur dhash selam, u kthej edhe mbrapa, thot marë e të ehaden, nuk pasha s'kanë, thët. A unë dëgjova shumë lutje dhe shumë dua, madhrim të Allahot, falërim të Allahot, pushtetit takon Allahot, gjithë shka, kërkim falje, kërkim shire, tha e dëgjova, edhe tha u habita që s'pash as kanë për mbrapa. Edhe me atë rrugë, thët shkova edhe, akhbertu nebi sallallahu alaihi wasallam, edhe e informova pejgamberin alaihi salam, kështu thët më ka ndodhur në xhami. As kanë thët se kum pa, i ka lexuar thët doa dhe lutje të forta dhe të fuqishme. Pejgamberi selam tha, inna Allah arsala ilayka malakan yuallimuka alhamd. Allah tha ta ka dërguar një melaçe me ta mësu ti falënderimin ndaj Allahut, edhe lavdërimin ndaj Allahut xheleshanuhu. Që vëllazë sa pesh ka këtë fjalë elhamdulillah subhanallah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, e ka dërguar një melek për më mësue sahabiut, mandej ki me a tregu pejgamberit alayhis salam, edhe pejgamberi selam mi tregu sa e kon me laçe që ta ka mësuar ti falënderimin edhe lavdërimin ndaj Allahut fuqiplot.